Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin. Tani do të ndajmë me ju një lajm që në fakt po na jep ekskluzivitet, Big Brother VIP Kosova 4 është në prag. Do me thënë, së shpejti Big Brother VIP Kosova 4 do të startoj, do të ringjit në sken të gjitha ato artistë, të gjitha ato personazhe që në fakt janë përzgjedhur për të qenë pjesë e këtij sezoni dhe pikërisht kanë filluar të hamencohen se kush do t'jenë opinionistët të këtij Big Brotheri, të këtij spektakli këtë vit. Kemi patur emra të ndryshëm, kemi patur zëra të ndryshëm, kemi patur kombinime në fakt të ndryshme se kush do të ishte opinionisti. Ditën e djeshme është bërë një lajm shumë i madh. Do me thënë përflitet për dy personazhe, të cilat janë dy vajza me botë të ndryshme, me pole të kundërta do ta quaja, do me thënë fix ajo se çfarë i duhet një formati të këtill. Dy vajza që kanë karrierë të ngjeshur mediatike, njëra artistike, tjetra gazetareske, dhe pikërisht janë dy kombinime që besoj do t'ishin në një qasje spektakolare me publikun shqiptar. Dhe emri i parë që përflitet dhe është përfolur njëherë si mundësin për ta patur banore brënda në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, ndërsa tani përflitet si opinioniste. Bëhet fjalë për artisten e nderuar shqiptare, këngëtaren që gjithmonë i ka kënduar kombit shqiptar me një krenari të papar, Leonora Jakupi. Leonora Jakupi përflitet që do t'jetë opinionistja e Big Brother VIP Kosova 4. Tani në qoftë se do më kishit pyetur Tiron si do ta kishe bër analizën ti drejt kësaj përzgjedhje, në qoftë se gjithmonë do t'ishte Leonora Jakupi apo do të mbeteshte Leonora Jakupi e përzgjedhura në këtë edicion në këndin e opinionistes, mendoj që është një përzgjedhje e duhur, sepse Leonora njihet për qetësinë e saj, njihet për përgjigjet të drejtë për drejta, njihet për analizën që ua bën situatave, do me thënë nëse do të futemi në historikun e Leonora Jakupit të jetës së saj, të përditshmërisë së saj, të gjithçka që Leonora në fakt ka kaluar në jetë, mendoj që Leonora në asnjë mënyrë nuk është se ka dalur nëpër media për të bërë skandale, për të qenë në qendër të vëmendjes, por gjithmonë vëmendjen e ka arritur në mënyrë profesionale, në mënyrë të qëndrueshme dhe në mënyrë të mrekullueshme. Do të thënë do të ishte një opinioniste e butë, do të ishte një opinioniste e qetë, do të ishte një opinioniste me argumente të ëmbla dhe besoj që do të ishte një frym apo një mbështetje e mrekullueshme për banorët brenda shtëpisë së Big Brotherit, sepse për banorët është shumë e nevojshme në fakt kur opinionisti ka një qasje të ëmbël me to. Do me thënë është një forcë brenda asaj shtëpie, por për ato që në fakt din ta kuptojnë, ndërsa për ato që nuk din ta kuptojnë është edhe një humbje, është një dështim. Tani nga ana tjetër kemi emrin e dytë që në fakt përflitet, është një gazetare e qëndrueshme, është një gazetare drejt për drejt, deklaratat e saj gjithmonë kanë marrë një peshë te publiku, deklaratat e saj gjithmonë kanë krijuar polemika në publik, do me thënë është nga ato gazetaret që hapën debat, dhe pikërisht bëhet fjalë për Dalina Buzin. Dalina Buzi përflitet që do t'jetë opinionistja e Big Brother VIP Kosova 4. Ndoshta është për të befasuar, për mua jo. Mendoj që do t'ishte një përzgjedhje fantastike. Nuk dyshoj fare në intuitën e Olca Muhametit. Është një vajzë e zgjuar. Mendoj që nëse do të bëhej kjo ndërlidhje mes Dalinës dhe Leonorës, do të ishte një kënd opinionistësh i mrekullueshëm, do të kishte pole të kundërta, do të kishte mendime të ndryshme, do të krijonin
skena të ndryshme, në fakt to skena që do tërhiqnin audiencën gjatë spektaklit, sepse fitoria e një emisionit apo e një reality show apo e një televizionit është tërheqja e audiencës dhe me patjetër që Olsa Muhameti do bëj namin për të tërhequr audiencën. Do të thënë janë këto dy emra që përfliten, jam shumë i bindur që Dalina do ta kishte qartë fare rolin e opinionistes, sepse nuk është një rol që Dalina nuk e ka bërë për kompeticione të këtilla, e njeh këtë drejtim dhe mendoj që do kishte qenë e drejtë për drejtë, mendoj që do kishte qenë korrekte me të gjithë banorët brenda asaj shtëpie, duke mos toleruar asnjë banor për asnjë lloj lëvizje brenda shtëpisë së Big Brotherit. Do të thënë, Leonora Jakupi dhe Dalina Abuzi janë dy personazhe që pikërisht në këtë kohë që jemi shumë afër në fakt startit Big Brother VIP Kosovës, sot jemi data 18, na ndajnë dhe shumë pak ditë për të filluar Big Brother VIP Kosova, edhe pse jo zyrtarisht është thënë data 31 tetor, do të thënë nuk është zyrtare, nuk është e konfirmuar nga televizioni Klan, por do të thënë janë dy emra që vinë në këtë periudhë, në periudhën le të themi përfundimtare të gjës, dhe mendoj që këto dy emrat do të qëndronin bukur dhe do të ishin një zë i fuqishëm në fakt i femrës, një zë i fuqishëm i gruas. Dalina që diskutohet që do të korte një sukses të papar dhe do të tërhiqte audiencë, por dhe Leonora Jakupi me natyrën e saj, do të thënë një vajzë e qetë, një vajzë me këmbë në tokë, me argumente të qeta, mendoj që do të ishte ideale e përzgjedhur për një reality show të këtill. Dua të marr mendimin tuaj si vlerësoni ju Dalinën dhe Leonorën, në qoftë se lajmi i cili përflitet lart e poshtë rezulton të jetë i vërtetë që do të jenë në këndin e opinionistëve.